Alhamdulillahi wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in. Bojmë hamd Allahun te bareke wa ta'ala, mëshiruesin, mëshirbërësin, fuqiplotin, kryesin të gjithë shkahit. Atë adhurojmë, madhërojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam ja dërgojmë. Familjes së tij, shoqëve të tij dhe mbi të gjithë ata të cilët rrugën e tij e pasojnë. Të dashur dhe për hir të Allahut, lut Allahun fuqiplot që në rrugën e drejtë na uzon, të na drejton e prej të devotshmive të na bën. Me dituri të dobishme të na furnizon. Prindërit tanë të vdekur magfiret e rahmet Allahu t'i bën. Kurse të devijuarit Allahu t'i uzon, në xhennetul firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Vëllezër, gjatë jetës tonë ne bëjmë vepra gjëra të cilat nuk janë të mira, nuk janë të pëlqyeshme. Dhe njerëzit në përgjithësi gjejnë vështirësi në lënien e gjërave, veprave jo të mira. Dhe gjoher arsyeja është se e kam vështirë, e kam rënd, nuk mundem. Por dije se kur ta lash ti një vepër, diçka për hir të Allahut, Allahu subhanahu wa taala ty ta zaventson me diçka më të mirë se ajo. Nuk ka diçka që ti e lën për hir të Allahut. Allahu të mos të zavendësoj me diçka më të mirë se ajo. Dëshirat dhe pasionet kanë ndikim të fortë mbi zemrat dhe shpirtat tona. Kështu që heqja dorë prej tyre është e rëndë. Kur njeriu i ka bo 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, 30 vjet, me të njëjtën vepër, në njëjtën gjë që ka bo pjesë e përditshme të jetës së tij, tash gjenë vështirësinë në heqjen dorë dhe çlirimin e tij prej atyre veprave. Normal, posa ti që Allahu subhanahu wa ta'ala ja lehtëson. Nëse Allahu ja lehtëson robit që të heqje dorë prej gjërave jo të mira, prej gjërave të këqija, Allahu subhanahu wa ta'ala e ndihmon dhe ja lehtëson. Ama kur robi e ka për hir të Allahut te bareke wa ta'ala. Se çdo njeri është i vetëdijshëm për shumë vepra gjëra të cilat i bën gjatë jetës së tij. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, el halalu bainul haramu bain. Halali është i qartë edhe harami është i qartë. Dhe ajo që është mes halalit dhe haramit. Pra në përgjithësi si musliman, shumë gjëra i kemi të qartë dhe e dim. Nëse nuk i dim në detaje, nëse nuk i dim argumente, po e dim se kjo bën, kjo s'bën. Shumë gjëra. Por kur njeriu mundohet dhe i friksohet Allahu subhanahu wa taala për shkak të frikës që e ka ndaj Allahut azza wa jall, tenton jep mund që të jek dorë nga këto vepra, i mjafton Allahu subhanahu wa taala. I mjafton Allahu se Allahu do ta ndihmon. Kur kush kërkon ndihmën e Allahut, Allahu do ta ndihmon. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje ndihmë kërkojmë. Thot Ibn Qayyim rahimahullahu taala, mashaqqatu tarku al-ma'lufat inma yajiduha man tarakaha li ghayri Allah. Një fjalë shumë e madhe. Një fjalë shumë e madhe për çdo kë i cili arsyetohet, justifikohet me vështirësi për mos lënien e një të keqe. Të këqijat janë shumë, unë nuk do të cekj të këqija, por gjukush i ka një vepër, ka 2-3 të këqija. Ibn Qayyim el-Jauzi rahimahullah cek shumë mirë një fjalë për atë që justifikohet, arsyetohet për vështirësinë e mos lënies së një vepre. Demek se e ka vështirë. Thot, vështirësi në lënien, në shmangjen, në largimin e veprave të këqija, ka vështirësi ai i cili e lën për dikë tjetër posa Allahut. Nëse e lën një vepër e keqe për atër të dikujt, jo për atër të Allahut, e këtu kime pas vështirësi. Tu kime pas danë, s'kime mujtë me lanë. Do gjej shumë vështirësi. Ama nëse e lën për hir të Allahut, vështirësinë e ke në fillim të lënjes. E pastaj Allahu subhanahu wa taala ta lehtëson dhe ta mundson ta shijojsh kënaqësinë e lërjes asaj vepre të keqe.
Po pse në fillim që Allahu të teston dhe të dëshmon se sa je i sinqert me Allahun subhanahu wa taala në lërjen e asaj vepre. A nëse nuk e lën për Allah, e marrim për shembull, konsumuesi i duhanit. E lën duhanin se i thon njerëzit, ama jo për Allah. Jo se nuk bën, jo se ka me dhanë llogari për Allahut, jo se është i keqe, po e lën për atër të njerëzve. Ndoshta i ka hyrë mbi krije gruaja, ma tu i thanë çdo ditë boll ma se na i dytë krejt teshat në shtëpi e sen, po qelbe na krije. Ky njeri ka me pas shumë vështirësi. Dhe kur do e përsëri ka me fillu? Sepse nuk e ka lënë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Nuk e ka lënë për hir të fjalës së Allahut hurrim aleikum al-khaba'ith. Juve u janë ndaluar fllitësirat. Nuk e ka lënë. Nuk e ka lënë për atër të Allahit se Allahu do ta marrë llogari për shkatrimin e organeve të cilët i ka krijuar Allahu, dhe se ti ke me dhënë llogari për mallin që e shkatron që i ka krijuar Allahu. Që si shembull, ai i cili e lën imoralitetin për shkak të njerëzve, ai i cili e lën vjedhjen për shkak të njerëzve, ai i cili e lën ofendimin për gojimin për shkak të njerëzve, gjëherë ka me gjetë vështirësi dhe përsëri do t'i kthejë të keqes. Andaj, thot Ibn Qayyim al-Jauzi, kush e lën një vepër keqe, por jo për Allah, ka me gjetë vështirësi, edhe kjo është fjale që u themi atyre kur themi më bele, s'po muj, s'mundesh se nuk e lën për Allah. Kaq. S'mundesh, nuk ke mundësin, ke vështirësi se nuk e lën për Allah. Me lën për Allah, mundësin e ke. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ma nehejtukum anhu fajtanibu. Atë të cilën u kam ndaluar, largojeni, shmangeni. O ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Atë për të cilën u kam urdhëruar, bëheni sipas mundësisë. Ndalesën, thot shmangeni, ndaleni, largojeni ndalesës haramit. Nuk thot sipas mundësisë. Ama atë thot që u kam urdhëruar, bëheni sipas mundësisë. Çka thot Sheikh Uthejmini, Allah rahmet e boft? Thot për larjen e gjunaheve, punëve të këqija, nuk ka justifikim se s'kam mundësi, se çdo kush e ka mundësin. Ama për realizimin e urdhrave, ka justifikim. S'mundet falet në kam, bëjnë më kariken. Hoshti s'mund, s'una gjënon. Da gjënon mas Ramazanit, po nuk mundet, e kompenzon. Pra, për realizimin e urdhrave, si pas mundësis. Ama për lërjen harameve, nuk ka gjë kush ka mundësi. Por, gjën vështërsi, a i cili nuk e lën për Allah. Edhe gjoher, justifikohet me fjallën, nuk mundem, rante kam, vështire kam. Prandaj, kush e le diçka për hir të Allahu te bareke ve teala, Allahu ja zaventson me më të mirë se sa ajo. Sepse el jazau min jinsil amal, shpërblimi është i njëjtë me veprën. Ti e lën, Allahu ta kompenzon. E subhanallah, për lënien e veprave të këqija, Allahu subhanahu wa taala gjëherë ka lënë alternativë. E njerëzit, mëkatarët, të gjithë jemi mëkatarë gjunaqar, po dikush që është shumë e ka stëngakuar vetin e tij, arsyetohet me arsyen se po, çka do bëjmë, pastaj ne çka do bëjmë? S'ka gjë që Allahu s'ka lënë alternativë. Nuk ka gjë që Allahu nuk ta ka mundsuar diçka tjetër në vend të saj, nuk ka. Po, në fejnë Allahu gjithë harame, jo, se ty t'intereson vetëm harami, s't'intereson halali. Se nëse t'intereson halali, kime pasi se i vogël është harami. Ti tash je pik, mishit thivit, okej, e ku e lave delen, e ku e lave lopën, e ku e lave cepin, kafsh të ndryshme që lejohet mishi, e ti po ma cek vetëm një kafsh që e ka ndalu, Allah i dhe, ja atja s'ka. Ose alkoholi, more ke jupi, more ke gazoza, more ke pije sa dush. Allahu
ti ka zëvendësu me shumë të tjera halal që janë të lejuara. Por ja ti e pik një të keqe, ja këtë, ja s'ka, dhe më në fund, çka të bëjmë ne, po çka do bëjmë tjetër? Jo. Allahu subhanahu wa taala të ka lënë shumë alternativë. Thot Allahu subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah." Kush e bën një të mirë, qoftë sa grimca, sa një atom, ai ka me gjetat. Dunia në ahiret. Kush e bën, wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yarah. Kush e bën një të keqe, qoftë sa grimca, sa një atom, ka me gjetat. Nuk ka. Këtë dunia, njës në duken kur gjë, hapajtë, sa hajke, në akhirat, jo në akhirat s'ka, krejt ka me u shfaq. Ajo që ty të është duk kur gjë, tek Allahu ka qenë shumë e madhe. Pra ndaj thuat, la të ndhur ila sigar il masje, mos e shikoj se sa i vogël është gjunaj, po shikoj se sa i madh është ai të cili ti i bën gjuna. Mos, gjahir, kër është puna për me e mëkatu Allahun, mos toj, a besi kjo kur gjë s'është. Nuk është në pyetje gjunahi, është në pyetje kujt i bën gjuna ati. Nuk është në pyetje mëkati, është në pyetje kujt i bën mëkat. Për një mëkat, Ademi unë zërë për gjennetit. E ti me milion mëkate, do të futesh në gjennet. Ademi për një mëkat, Allah e largoj për gjennetit. Se e pranoj mendimin e shejtanit. E ne të stëngakuar, të ngarkuar, të shkatron me gjina me mëkate, qka shpresëm gjennetin, apo? E kërkom gjennetin. Po vlajem, këti kërkon gjennetin për kujt? Për Allahut. Pa ke mendu në madhështinë e Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe atë shkon të mendja se kujt i bëjshë gjuna. Kë më katojshë. Pra ndaj, kur vim puna, mos dashtë Allahu, me qëllim pa qëllim, ta bëjmë një gjuna, pak ndalemi, në lu, kujt i bëjmë gjuna ne? Kujt? Kë më katojmë, vetëm aqë. E kur nisisht të mendojsh se kë më katon, atërë së t'hip friga, t'hip friga, se i në mbikëqynin e ti, në kontrollin e ti, edhe kur e sheh se kush është Allahu, dhe a meriton këtë t'ja bëjsh Allahu, hadi një njëri të cilit i ke bëjsh shumë të mira, i ke bëjsh disa shërbime, ka pas nevoj, këtë, një dit, ta këthen me t'keqe. Edhe i thë vetit më mirëve, po a këtë bëjnë e meritova për këti, sa të mire i bëna? A këtë e meriton Allahu prej neve? Na ka krijuar, na ka furnizuar, me krejt mirat na ka begatuar, dhe më në fund, shejtanin ta dëgjëm, e Allahun ta më katojmë, a këtë e meriton Allahu? Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Kush e ka frikë Allahun, Allahu i hap atij rrugët e khairit, i hap rrugët e tij. Jep rrugdalje, gjoher. Dhe ja sjell në fakën për ku nuk ja merr mendja. Haru vajmini në sahabiut, djali i tij ishte në luftë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe u kthyn prej luftës pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët u kthyn, po djali i këtij se ka nuk u kthy. Edhe nana Sina reagon, thot o burr, thot shkove te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pyet çka u bë me djalin ton? A është gjallë apo? Kara shahid. Shkon, ku shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, thot ja Rasulullah, është gjallë djali jon apo jo? Nuk e di. Se s'ka ardhur në shtëpi. Pejgamberi sa nuk e di ke, a kara shahid ajo. I tha, bëni istighfar me grujen. Bëni istighfar, kërkoni falje. E para mendoj ti, me të hub të djali, e me thanë hoxha, bëni istighfar. Kur ti thësh grujes, hoxha në thanë me bëj istighfar. Po e hub krije në hoxha dhe gjo kush me atë, një qëfar gajle e kimi, një djalin se kimi, e për në thot me bëj istighfar. Dalimi imanit atyre, imanit ton, kur shkon të gruja, e preqesh haberin, thot, qka tha pejgamberi sësëm? Tha të bëjmë istighfar. Kaq. Ama besimin Allah, besimin e fjalët e Resulullahit se ishin shpallje ato, nuk folte nga hamidja, o ma in të kuan il hawa, in huwa ila wahyu yuha, nuk folte nga hamidja, po gjithë shka e kishte shpallje.
Edhe ullën të dy, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Jo 1 minutë, jo 5 minuta, jo 1 orë, me orë të tëra gjatë ditës, po me bindje se pas istighfarit Allahu do të ape një rrugdalë, një alamet, një shenjë. Bindja. Se ne i bëjmë edhe ne i bëjmë disa gjëra. Ne i bëjmë ama pa bindje i bëjmë. I bëjmë me mungesë të bindjes. E kur i bën gjërat me mungesë të bindjes, s'ka rezultat. S'ka rezultat. Është futan. Dikush troket të derën. Kur e qel derën, kur e shef djalin e tij me disa dele me vete. Thot birza, çka u bë? Çka këto dele me ty? Thot bab, thot mu më kapi armiku. Dhe më lidhen, thot, me zingjira. Po thot me lëvizjen e tepërt, çka e bona? Ma mundësoj Allahu subhanahu wa taala që ta shliroj veten dhe tu iki. Po o bir, distanca e armikut me një shumë larg. Wallahi o bab, më bartën engjujt e Allahut. Po çka këto dele? Wallahi vamura. Kur e shlirova veten vamura armikut. Tan qef, sahabiu shkon t'i tregon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se djali i tij i ka ardhur në shtëpi. Ama para se me mrija në shtëpi, erdhi Xhibrili. Para se me adhana e haberin Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se djali i tij ka mri në shtëpi, i erdhi Xhibrili dhe dha haberin me këtë ajet kuranor të cilin e citum tash. Dhe ky ajet ka zbrit për këtë sahabi. Po ky ajet vlen edhe për ne. Edhe që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po vjen dhe keshet pejgamberi sallallahu buzëqeshet, sahaberin e ka. Thot, ja Rasulullah, merr djali. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja citon ajetin kuranor. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kush e ka frikë Allahun, i hap rrugët atij. Edhe jo vetëm pa edhe delit i merr me vete. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Dhe i vjen nafaka pi ku s'ja merr mendja. Kjo është devotshmëria. Kjo është bindja. Ata kërkimin e falës, istighfarin çka e bonin? E bonin me bindje. Me bindje se kam e dhënë Allahu rezultat, kam e dhënë rezultat. Ne kam një xhamat, si gjithë juve, i cili ishte i sprovum dhe s'kishte fëmijë gjatë kohë. I tha mua bi bolla, bëbe pa istighfar. Po bojmë be xham, ama istighfar bo. Bojmë istighfar. Astaghfir, pas herë të rulodhëm, bojmë istighfar. Istighfar bo. Kërko falje për Allahu subhanahu wa taala, ama me bindje. Tha vallahi, ose tha 2 ditë nuk kam nalë me istighfarin. Në punë ndërtim të ri, ama se kam nalë këta istighfarin. E ma bin haberin, Allahu azza wa jall, ja mundson që gruaja e tij me të 7 zane. Edhe sot ka fëmijë. Bazuar në fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kur Nuhi alayhis salam i thot popullit vet, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. I tha popullit vet, boni istighfar, kërkoni falje, se Allah është ai i cili shumë fal. Ursili sama aleikum idrara. Hajle shon shiu me bulluk, sebeb istighfari. O yumdidukum bi mali wa banin, ayu jep juve pasuri, edhe fëmijë. Sebebi çka ku? Istighfari. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, innaka lan tad'a shay'an lillahi azza wa jall illa baddalaka Allahu bihi ma huwa khairun laka min. Nuk ka ti ta lash një gjë për hir të Allahut, për Allah, e të mos të ta kompenzon Allahu me diçka më të mirë se jo. Ibn Qayyim rahimahullah thot, nuk ja ka ndaluar Allahu robit diçka e të mos ja ketë kompenzuar ose zaventësuar me diçka tjetër. Nuk ka. Nuk thanë, nuk të mos, do të arsjetohesh. Po qka do boj? Ketë tjetër, alternativ, ketë tjetër kalan, tjetër në anë. Po pse ti e zgjedh anën e keqe, e ke dhe anën e mirë. Allah subhanahu wa ta'ala, për gjithë çka e ka ndaluar robit të tij, në anën tjetër ja ka lejuar. Ibn al-Qayyim al-Jauzi i përmend disa shembuj. Vetë të fallit, me shku, me qti fall, qom ka kime jamajt, a kime pas, as kime pas, a ka me të dodh diçka, as ka me të dodh, a është mirë me bo, së është mirë me bo, Allahu ta kalan istikharën, namazin e konsultimit. Në që me shti fall, me bo shirkë Allahu, subhanahu wa ta'ala, me shku të një njeri, me tregu ty,
se çka ka me ndodh nesër që e di vetëm Allahu, ke istikhare, merr abdes, fali 2 rekat namaz. Edhe konsultohu me Allahun subhanahu wa taala, kërkon ndihmë për ti të ta hape rrugën drejtimin që është më e mira për ty. Ta ka dhënë tregtinë e pastër në vend të kamatës. Pse e merr atë? Kur e ke tjetër. Pse i shpall luftë Allahut? Ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. E ka lejuar shitblerjen, e ka ndaluar kamatën, thot Allahu subhanahu wa taala. Allahu ka lejuar gara të ndryshme. Hajde dalim nesër vrapojmë, bëjmë gara, kush fiton? Ose hajde nesër organizojmë një kfiz, kush fiton? Ka me marrë një shpërblim. Apo? Pra, ta ka thënë këtë. Pse me lujtë komar? Vën komarit, ka lanë gara të tjera të ndryshme përmes cilëve ti mund të kënaqesh dhe i ke halal. Allah subhanahu taala na ka dhënë, na ka mundsuar, na ka bëu halal veshje të ndryshme. Vend mëndafshit, që është e ndaluar për burrat. Ke veshje të ndryshme. Allah subhanahu taala na ka lejuar martesën vend zinas i moralitetit. Smuj, e ke gruën. Martoju, nëse i pa martu. Largohet keqes. E qka të është? A ke arsye tjetër? Allah subhanahu taala ta kalana në tjetër. Sa pijet mira i kemi në vend të alkoolit. A ka fjallë më e mirë se fjalla e Allahut, Kurani. Pse vend Kurani duhet më dëgju diçka tjetër. Kur e ke fjallën e Allahut subhanahu wa taala. Ushqimet e pastra në vend të dytave. Pra, shiko se për gjë Allahu kalan ta ka zëvendësuar me diçka tjetër, bile me shumë më shumë tjera. Kush e kupton këtë urtësi, këtë mençuri, ati i bëhet lehtë të heqë dorë nga gjërat e këqija. E pak, kur ti ndëgjon këto mendon, albe po, me të vërtet i kam, pse duhet unë? Po çka po më shtyn mu patjetër, ja këtë ja s'ka. Çka shtyn është armiku i përbetuar. Inna ash-shaytana lakum adu, fattakhidhu aduwa. Vërtet shejtani është armiku juaj i përbetuar. Merreni si armik të përbetuar. Mos e lësho vetën lirë. Si në lerë, vetë, ka dalë se keni armik i përbetum 24 orë që të lufton. Gjën më të keq që ta bën më të mirë. Gjën më të shëmtuar ta bën më të bukur. Gjën më të dytë ta bën më të mirë. Ndalu, ti ke plot mira, apo nuk dalë se pse? Pse kur i ke këto gjëra? Sa më e madhe të dëshira për haram, dhe sa më shumë që egoja të thrase, ose të thrase njeriu drejt haramit, aq më i madh është përblimi tek Allahut kur e le për hir të Allahut. Sa më i madh që është harami. Haramet janë, kemi të vogla, gjunaje dhe të mëdha. Ulemaja, dietar ka thënë, po normal, e keqe të gjithë këqijeve është shirku, është kufri, e pastaj kanë dilemë, a është ribaja më e madhe, apo zinaja, alkoholi. Allahu subhanahu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe Allahu subhanahu thotë se luftë robi i shpall Allahut përmes ribas, kamatës. Të gjunaje tjera nuk cek luftë karshi Allahut, e për riban. Tash nëse marrim ribaja është gjunaje më e madhe. E sa më i madh që është, dhe ti mundohesh ta lash për hir të Allahut, aq më i madh është problemi ka Allahu. Edhe çdo gjuna tjetër. Sa më i vogël që është, dhe e lën për hir të Allahut, aq më i vogël është problemi. Pra, sevapi, shpërblimi shkon mbas të madhësisë së gjunahit ose punës. E kur ta lash për hir të Allahut, shpërblimin e ke prej anës të Allahut te bareke ve teala. Thot pejgamberi, thot Qatadeja rahimahullah, një njeri i cili e bën një haram, edhe nuk e ka lehtë që ta lane, e ka vështirë, e pastaj e le haramin nga frika prej Allahut subhanahu wa taala, Allahu azza wa jalla thot atij ja zaventson me shumë të mira.
Gjëniri ke gjenat vështirësi në lëndjen e haram e gjunave. Ne këtu të gjithë jemi gjunahqar. Nuk kemi enxuj me lek. Kullu bani Adem khata. Çdo bir Ademit është gjunahqar, gabimtar. Ama më i miri është ai që pendohet. Tash njeriu gjen vështirësi në lëndjen e harameve, ama tham kur ta lanë për Allah, vështirësia është në fillim. E pastaj kur ta lanë për Allah, dhe kur Allahu t'ja mundson ta shijon atë kënaqësinë e lënies së haramit për Allah, Allahu ja zaventson me shumë të mirë atij. Zaventësimi nuk është patjetër të jetë i njëjti lloj. Nuk është patjetër të jetë i njëjti lloj. Mund të jetë diçka tjetër më e madhe, më e bereqetshme. Helen për gojimin, për hir të Allahut, për gojimin. Lën thashëthemet për hir të Allahut. Lën vjedhje për hir të Allahut. Lën ofendimi për hir të Allahut. Gjunahe të ndryshme. Nuk do të thotë se Allahu do ta zëvendëson me të njëjtën, por më të mëdha se ajo. E llojeve tjera. Për shembull, e lën për gojimin. E lën për gojimin se Allahu subhanahu wa taala ka thënë në Kur'an se me hangër mishin e vëllau tan xhenazë vdekët. Edhe e lën për hir të Allahut. Allahu me çka ta zaventson për shembull? Ta zaventson me dashurinë e njerëzve ndaj teje. E bon që shumë njerëzit të duan. Dhe njerëzit shumë të jenë të lidhur me ty. Dhe shumë të kërkojnë. Dhe shumë të jesh i dashur me sinë e tyre. Dhe shumë kollojnë nevojë ti kryesh, ti realizojsh. Se tash ke shumë njerëz për rreth teje. E kur çohesh, do thosh subhanallahu, hala është një përgojim, nuk bëjmë pa përgojim, sa të mira për rreth me. E kështu për shumë gjëra tjera. Thot Allahu subhanahu wa taala wal akhiratu khairun wa abqa. Ahireti është më e mira dhe e përhershme. Këtë dynja është kaluese. E në këtë dynja nuk ka diçka që është më e mirë se ahireti. Nuk krahasohet as kamxhiku i xhenetit. As e bote nuk krahasohet me këtë botë. Gjëja më e vogël në xhenet është më e vlefshme se dynjaja dhe gjithçka që ka në të. Gjëja më e vogël. E mos folim për gjëra tjera më të mëdha. Thot Ibn Qayyim rahimahullah, ai i cili e lën një të keqë, një vepër të keqe, një gjuna për hir të Allahut, Allahu atij ja zaventson me dashurinë e Allahut, me qetësimin e shpirtit, me pastrimin e zemrës, me afrimin tek Allahu dhe tek njerëzit, tek krijesat, sepse e lën për hir të Allahut te bareke ve teala. Ne kemi disa shembuj nga Kurani me të cilën do ta përfundojmë. Disa shembuj nga Kurani dhe libri më të mirë që i kemi me shembuj është Kurani. Që i tek Allahu subhanahu wa taala. E kemi Ibrahimin alayhis salam. E dini historinë e Ibrahimit alayhis salam. Populli Ibrahimit adhuronin idhujt. Ai që i bonte idhujt ishte babai i tij Azeri. Me dorën e tij i bonte idhujt, putat. E la popullin e tij, u largua edhe prej prindit atij njerit më të afërt. U largu, shvet. Pse? Për hir të Allahut te bareke ve taala. Çka u bë? Allahu ja dha Ishakun Jakubin, të dy pejgamber. I la njerëzit për shkak se e bonin gjë më të keqe. E më të vetmuar. Allahu ja zaventoi me Ishakun dhe Jakubin. Sulejmani alayhis salam i kishte 100 kuaj, që kishte shumë qef vrapimin me kuaj. Dhe ky qef u bë sebeb që ai të harroi ibadetin, adhurimin. Tha, a një çështje e kësaj dynjaje do të më largon nga ibadeti i Allahut, dhe të gjithë i therr. Se një pjesë e kësaj bote e ka pengu, e ka thënë që të harron ibadetin, adhurimin. E me çka Allahu ja kompenzon? Me çka zaventson? Frymën, gjinët, të gjithë nën urdhrin e Sulejmanit alayhis salam. E la vrapimin me kuaj, një qef kësaj dynjaje për hir të Allahut, Allahu i dha një sultanat tjetër. Meriemi alayhis salam, për devotshmërinë e saj, Allahu e nderoi me Isain alayhis salam. Yusufi alayhis salam, kur refuzoi gruan e njeriu më të madh të Egjiptit dhe duroi burgun, Allahu e bëri
i nderuar dhe sundus në tokë. Banorët e shpellës, ashabul kahf, u larguan prej popullit atyre dhe nga udhëheci i kohës së tyre që adhuronin dikë tjetër posa Allahut, Allahu i mbrojti, i ruajti 309 vjet. I futi në gjumë, që sot janë shembull për ne, dhe çdo gjumë e lexojmë këtë sure, surën Kahf, i mbrojti dhe i bëri shkak udhëzimi dhe uzun njerëzit pas tyre. Muhaxhirët, shokët më të afërt pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, vujtje, vrasje për shkak të pranimit të fesë. E lanë vatanin, e lanë Mekën, e lanë Qaben, i lanë shtëpit, lanë fëmijët, lanë pasuri, u dan, u bon muhaxhira hijrat për Medinë. Allahu subhanahu wa taala u zaventoi me çka? Me nder, me fuqi dhe risk të bollshëm. Kemi shumë shembuj praktik. Kush e le diçka për Allah, Allahu ja zaventson atij më të mira. Kush e le fallin, magjin, Allahu jep sabër, jep tawakkul, mbështetje dhe jep një tauhid, një akide të shëndoshë të vërtetë. Kush e lën lakmin për dynjan, Allahu ja mbledh atij çështjet dhe ja mbush zemrën me plot pasuri dhe ja mundson ti rregullon punët e tij me shumë kollajllëk. Kush vrapon mas ahireti, mas kësaj dynjaje. Kush e lën frikë nga krijesat, Allahu e mbush zemrën e tij me plot siguri. Kush le gënjeshtrën, Allahu subhanahu wa taala e bën të drejtë dhe të nderuar. Kush lën debatet e kota, Allahu subhanahu wa taala i garanton atij një shtëpi në xhenet. Kush lën mashtrimin, fiton besimin e njerëzve. Kush le kamatën, fiton bereqetin. Kush lën gjumin natën për namaznate, Allahu e shpërblen me gëzim dhe qetësi. Kush lën hakmarrjen, edhe pse ka mundësinë që të hakmerret, Allahu subhanahu wa taala ja mbush zemrën e tij me paqe, me rahatllëk e qetësi. Kush lën shoqërinë e keqe, ja zaventson me shoqëri të mirë. Kush lën të primin e ushqim, Allahu e ruan nga smundjet. Kush lën vonesën e borxhit, pra kush më shpejt e kryen borxhin, më shpejt e largon këtë barë madhe, Allahu e ndihmon që ta shlyj, se ka këtë barë, se gjumi. Allahu e ndihmon që ta kryen këtë borxh. Kush e lën për gojimin, Allahu i ruan punët, ja ruan punët e mira atij dhe ja ruan nderin. Kush e lën për tacin, Allahu i jep bereqet në kohë. Kush lën kërkimin e famës, shuhrën, Allahu i arrit pozitën. Se tash çdo kush dëshiron shuhrë, po famë, çish bëhemi më të njohur, çish na njohin më shumë, çish më shumë përmendemi mesin e njerëzve. Kush e lën këtë gjë, që se kam pas njerëzit e mëparshëm, Allahu subhanahu wa taala i arrit pozitën. Kush ruan lidhjet familjare, farefisnore, Allahu ja zgjat jetën dhe ja shton riskun. Shembuj praktike, shumë. E dim të mirë, e dim të keqen. Robi Allahut. Unë bashkë me ty, të mundohemi t'i lam gjërat e këqija për hir të Allahut, që të na i zaventësoj Allahu me shumë mira. Nëse i lam për hir të Allahut, vështirësia është në fillimin e lënies së të keqes. Pastaj kena me shiu knatësinë e lënies së haramit dhe veprave të këqija. Lutë Allahu subhanahu wa taala që imanit na e forcon, zemrat na e pastron. Lutë Allahu subhanahu wa taala që me dituri të dobishme të na furnizon, gjoksat na i shëron, në rrugën e drejtë na udhëzon, për të devotshmive të na bën. Shtratin e xhennetit në varret tona na i shtron, Jannatul Firdaus me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të na bashkon. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.